Po, 28 dhjetore ne kemi caktuar na vetë vendosja, sepse kemi menduar që vinë mërgjimtarët me shumicë votojnë për vetë vendosje. Po është e qartë. Po si kanë presu dokumentet? Unë po flas për planin operacional I cili nuk është as Bibel as Koran, plani ndryshon varësisht prej nevojave tona. E keni atë mundësi me thonë, bravo ju koft, veç vazhdoni kështu, po nuk mund mu realizu që kjo pjesë e votimit dhe e dërgimit të zarfeve në periudat kur kemi zgjedhje të parakoshme apo të jashtëzakonshme. Sa I përket buxhetit, mos e keni përtash ju kum treguar. Kolega jo këto, po kolega I tina nga lëvizjave vendose, e keni në PZAP ankesën që ka kërku pranimin e gjitha votave të ardhura nga Serbia, që mos të hiqen nga rezultatet përfundimtare të cilat unë personalisht kam qenë për mu hik. Po doa me ditë ku është çështja e buxhetit se kjo ndërlidhet pikërisht ne apo jo nuk mund të futni në funksion asnjë procedurë e cila nuk e ka të zotuar buxhetin paraprak për gjitha operacionet zgjedhore. Ndoshta në këtë rast edhe kryesuesi, po edhe ju si kryeshef, si drejtar, mund të informoni deri ku ka shku çështja e miratimit buxhetit, sepse pa buxhet nuk mund të zhvilloni asnjë operacion zgjedhor, nuk mund të heni asnjë marrëdhënie kontraktuale. Prandaj edhe kisha dashur më ju pyet a është vonë mos ndarja e buxhetit deri në këtë kohë sa I përket operacioneve zgjedhore që ju do të përfundoni karshia dhe këtij vendimi që do ta marrë. Po, Ilir, siç jeni djeni, me datën 25 nëntor 2025 KQZ-ja ka miratu planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ne me njerë të nesërmën ju kemi drejtu, do të thotë kemi përmes kërkesës, përmes arkives dhe përmes e-mailit e kemi dërguar në Ministrinë e Financave. Aktualisht nuk kemi asnjë njoftim lidhur me kërkesën që është parashtruar. Në momentin kur të marrim një njoftim për Ministrinë e Financave, ne do të njoftojmë dhe me njerë do të fillojmë edhe aktivitete, zhvillimin e aktiviteteve, për shkak që këto aktivitete nuk mund të fillu të zhvillohen pa pas buxhetin e ndan prej qeverisë të Republikës Kosovës. Po aktualisht ajo që kam më të thonë është që nuk kemi informata, megjithëse kemi kontaktuar me ta, edhe ata na kanë njoftuar që në momentin kur të kemi informacione konkrete ne do të njoftojmë. Kështu momentalisht nuk kemi diçka konkrete lidhur me buxhetin që ka miratuar KQZ, të cilin të njëjtën e ka dërguar dhe Ministri I Financave dhe Punës dhe Transferit. Buxhetin si tillë ka miratuar Komisioni Qendror I Zgjedhjeve me 25 nëntor 2025. Me qka pastaj sekretariate ka dërgu kërkesën, ashtu si që është miratuar nga KQZ, ka dërgu kërkesën për mjetën në Ministrinë e Financave. Në lidhje me shtypjen e fletvotimeve, besoj që sot është kuadër të rendit të ditës në kuadër të shqitit për operacione zgjedhore specifikat për shtypjen e fletvotimeve, ku përcaktohet edhe shtypja e fletvotimeve për votuest që regjistrohen suksesshëm për të votuar përmes postës. Sekretariati në mbledhjet përkatëse të këshillave të KQZ se ka jap opinionin lidhur me këtë. Ajo që ka ne në kontakt me operator ekonomik, qoftë me postën e shpejt, qoftë me postën e telekomin e Kosovës, është që në kuadër të aktiviteteve të tanishme të planit operacional, është që në para datës 21 nuk mujmë me I dërgu fletvotimet tek votuesit jashtë Kosovës. Betet veç një numër I vogël I tyre në rastin më të mirë, në numër shumë I vogël I tyre, që ta arrin me kohë ta dërgojnë zarfin e tyre me fletvotimet sipas verzionit që përfaqësues të PDK-s, LDK-s, Aleancës, edhe të listës serbe, po dhe tjerë që kanë votu, kushdo e kanë dhënë përpara dhe po e shtynë përpara. Që mendoj që është e gabueshme edhe nuk është fare profesionale, po është edhe një mohim I cili bie ndesh, thash edhe me kushtetutën, edhe me ligjet, edhe me çfarë do praktike të mirë. Unë veç po e them edhe një fakt. Në 2014, po të njëjtat,
parti që s'po du mi përmentash, bashkë me kryesuesën asë kohë të KQZ-s, në 2014, hyni shfletoni gjenë informacione, sekretariati din gjithë se cili, e ka detyru sekretariatin me shku në nish me bë tërheqjen e postës me zarfet që në kanë për listën serbe. Dhe të njëjtit, dikon 10 vite, 11 vite më pas, përdorin forma tërësisht të kundërta në këtë rast, të e mohu mërgatën, me mujt me shprej vullnetin e sajt lirë për mes votës. Këto që bëj tham janë, dhe nuk kanë me gjakftëtësi, mundemi mi gjetë, kush kanë shku njerëzit, me kombi e me kerë, edhe me marrë edhe regjistrimin, edhe në qendrën e ministrisë mupit sërë që kanë shku dhe i kanë tërheqë. Ka që është për respektimin e ligjit, kur po flasin se po flitet shumë. Unë, pikën 3, kisha kërku që ta heqim prej këti rekomandimi dhe t'i votojmë pika tjera, kurse pikën 3 ta votojmë ndarazi, unë jo me heq mos me fut, po në di që tjerë të mujnë me reagu dhe në regull, po nëse s'dojnë mu pajtu që me heq, atër ta votojmë ndarazi, në mënyrë që të dijet, sepse ne që prej fillimit kemi qenë kundër këti aktiviteti i cili thash, në gjitha raportet figuron që nuk mund të realizohet. Afati kohër për aplikim të subjekteve politike ka fillu me 24 nëntor, ka përfundu me 30 nëntor. Që kjo afat nuk është plotsu nga asnjë subjekt politik. Mirë, kur ka qenë afati, ja ka qenë me të pari. Subjektet politike kanë fillu me dërgu dokumente mbështetëse, shtesë dhe pas t'i afati. Do thotë me të parin ka qenë afati për certifikim subjekte politike në Komision Qendror të Zgjedhjeve. Po. Në rregull, faleminderit. Ka qenë me të parin, po si kanë presu dokumentet. Unë po flas për planin operacional i cili nuk është as Bibel as Koran, plani ndryshon varësisht prej nevojave tona. Po. Në rregull, faleminderit shumë. Ne kemi bërë një buxhet, cilën ja kemi dërgu qeverisë së Republikës Kosovës, e që sipas meje është përgjegjëse kryesore në prolongimin e realizimit të operacioneve zgjedhore. Tash, a me qëllim, a me propavi për me pengu realizimin e procesit zgjedhor e veçmas disa operacione apo jo, por jo zoti kryesues do duhet ju drejtoni edhe sot me një shkresë, në mënyrë që sa më parë të ndahet buxheti. E dyta, nuk ka shumë, nuk ka para që ka baraz vlerën e integritetit procesit zgjedhor. Do të thotë pavarësisht kostos së këtij procesi, mbi të gjitha është integriteti i procesit zgjedhor. Dhe unë kërkoj ka të gjitha aktorët në përputhshmëri me buxhetin i cili është miratu, më votu edhe rekomandimet, pa çka që po, memorin do të me kthy mbrapa. A dini që në vitin 2017, kolega jo këto, po kolega i tina nga lëvizjeve vendose, e keni në PZAP ankesën që ka kërku pranimin e gjitha votave të ardhura nga Serbia, që mos të hiqen nga rezultatet përfundimtare të cilat unë personalisht kam qenë për muhik. Këta kanë bërë ankesë në organet gjyqësore që ato vota të ardhura nga Serbia të përfshin rezultatin përfundimtar, po ashtu të kontrabandume për interesa ngushta politike. Prandaj po, kemi memorin atë kohët të këtjellë. Unë kërkoj që të miratohen rekomandimet të ardha dhe të ecim tutje. Faleminderit shumë. Sa i përket buxhetit, mos e keni përtash, ju kom treguar. Ku zje qeveria viu, na më kanë shpall milioner. Merrni, lexoni. Pse po vuni për pare, bre? Zvona me vujt për pare. Po edhe me sa di unë nuk kanë gjana i herë që ndonjë qeverie, përfshi edhe këta mos me edhon të hollat, me i gjetë ku janë e kus janë, ne e dim një gjendje që është tash, po ato gjendjen edhe prej kursimeve, prej rezervave të shtetit, po për zgjedhje, sepse është thelbi. Nuk do të ketë institucione nëse s'ka zgjedhje, prandaj gjendën mjetet.
Kjo ngritja e shqetësimit për mjetë është. A e sa me thonë dëshka dhe mja qitë qeverisë, do të më mshue. No, po, si ta do të më mshu qeverisë, mirë është më mshue. Kurse, ja, tash, ndësë, mos kene i pytje. Ja, nëse ka pytje i përgjith. E dyta, vërtet unë e kam tash, janë 3.700.000 që janë kërkue për dërgimin e postës jashtë. A e të lojmë këto krejtanash, kolega po thot para gjykim, na po para gjykojmë dhe e marëm si të mirë qenë se është para gjykim. Mirë po, ky para gjykim duhet bazohet dikon. Dhe më thonë, s'po kone dhe kolega nuk kemi diskutu, po s'ka thonë që e këm pa ondër. Po është realitet. E kemi marë 2 konfirmime nga postat që është pak problem me i dërgu këto fletvotime. E dyta, po vjen shumë vonë, që po shtyshme, një data, një kënej, pëngushtëshme, për sëri, dhe më thonë, kam qenë shumë vonë dërgimi. E treta, me gjas në kanë thonë edhe posta, është fund viti, edhe ka ngarkes të madhe, për shkak Krishtlindjeve, a Kërshëndellave të shpiqunëse, për shkak të vitit të ri, ngarkesat janë të mëdhoja, është e pamundur, na kanë thonë, para gjykimi e im se fletvotimet nuk ju arrin votuesve, është i bazuar mbi këto 2 me thonë mashtrimet sekretariatit, s'janë se kanë morë letra, ju kanë dërgu, kanë morë letra. Si kanë shpallë zjerë të dashtë me një datën. Po e ke fjallë, jo, valla na vetë vendosja, po jo, mirë është, ani, do është diskutim, na vetë vendosja. Ligjet është sa vitiri. Ja, tash mos më ndërprej ka dërë, one po du me fol, ti po do me fol. Fol urdhrohën e nalla. Po, 28 dhjetore ne kemi caktu na vetë vendosja, sepse kemi mendu që vinë mërgjimtarët me shumicë votojnë për vetë vendosja. Po është e qartë, po aty kanë vendosë. Veç, unë e kam një problem, po ngritë çështje përse atë ne nuk vendosim. As unë, as tis kemi vendosë për 28 dhjetore. Edhe po do me ngritë me qitë një guri, E vërtet. Apo, E vërtet. se kalojmë. Suni shkelëm reglat e ligjet tash për shkak të 28 nëntor. Sun e kalojmë ato. Atë guri e ka qitë dikush tjetër, e ka vendosë, ne nuk na mujmë me vendosë për gurët që i qesim vetë në rrugë me i keqë. Dalë, mja mundësu njerëzve me votue. Do më onë, keni qitë një shumë, për më marë që ashtu norme, më thonë që është 4 milion, se keni marë matë shtrajten. Në cilën një herën tjetër e kemi që vesh 2.000. Tjetë tjera të kemi që me posta regull, ka po, në krejtë Evropën. Do më në ka kushtu 7 euro, 8 euro, e nuk ka kushtu 80 euro. Onën tjetër, në atë planifikim nuk e keni ju vesh dërgimin e materialit me poste votuesit, po keni dërgimin edhe në për ambasada, në për konzulata, dërgimin e marjen e, do më nuk është ajë një shpenzim për cilën, për logarit në ju këton se sa zarpe do të shkojnë. Mas më para gjykue. Se bugjetin e kem votua, a i ka shkue, është në qeverit, në për plasë, për pishka, që duhet më këqyrë që është me realizua procesin. E më këqyrë tash, a është certifikimi ka qenë dje. Se propozim marë, tash ka dorë një subjekt, 2 subjekte, mund bat nesër. Mund bat tërhjekja shortit jo me 8, mund bat me 4, kje 4 ditë për para. Më kështu që është me realizua, jo veç për shku ka puni që për shkani. Dhe për procesin e zgjidhjeve të jashtëzakonshme, krejt dakordim kemi pas, që do të po edhe ti e kanë që aty se janë fillimet e para dhe e kemi ratu, aha, mëni me thonë, qysh do një, tash e keni atë mundësi me thonë, bravo ju koft, veç vazhdo një kështu, po nuk mund mu realizu që kjo pjesë e votimit dhe e dërgimit të zarfeve në periudat kur kemi zgjedhje të parakoshme apo të jashtëzakonshme. Për më këthuj të buxheti. Po, zëti Amiti, qeveria nuk i ka parat që tu, edhe veç mi nëzërë, ti veç tu, i dunja 30 milionë nëse desh, ta që ta dhe thëtë, po, që tash juve KQZ-s ja do 30 milionë. Mu më dëgju qeveria, nuk më dëgjën, më dëgju mu pjesën
pjesën që po diskutojmë, që është dështim, dhe më planifikim drejt dështimit, unë ato asë i kisha diskutu me ta dërgu. Po në fond, shumë mirë që na dërgojnë, e unë prapë po thëmë, dështimi, kush dhe që është tynë që të përpara? Unë ku me koni detyrum nesër, sa e ko me dështu, edhe me ju dërgu organeve kompetente, sepse me vetdije jeni të uqu, edhe me e dëmtu paran publike, edhe me dështu një proces dhe me mohu një drejt që i takon mërgatës. Atë ditë, raporti akon i qartë para vendimarjes. Nuk mund të realizohet kjo forme votimit. Me afatet që i kemi, me komunikimet që i kemi me kompanit. Prap, po, kom gullni, okej, ja pa ushit hajrin. E budgetin, ju keni përfasus të ju i... Qëfar sabotaje? Jo, po bëj thirrje. Thirrje po bëj. Që të gjitha ta, që për një arsyes e tjetër, a dojnë me përfitu për mes qësaj, shërbimet dështuara, ta është foltit, nëse DGL-i nuk është sekret që njoni prej pranarëve DGL-it është me PDK-n. Nuk është sekret. Po jo, s'është sekret, ata në deklarojnë. Shkon prokurori për ata. Jo. Veç pak. Nuk është sekret që të njëjtit, po se dojnë, kanë aksionet e Gazeta Ekspres, e cila e ka godit KQZ-n, kur DGL-i nuk i ka marrë kontratën e zgjedhjet e të inkurajoj me shkun prokurori, të inkurajoj me shkun prokurori, se na i kemi shkënimet që në publike, ti gjoje kanë dush, vitë qoj vendotimet diaspor, gjoje se komun me ty, edhe që në fund të fundit, po që kjo DGL ka thonë në para 10 dite, 9 dite su një dërgaj. Musum ka thonë kush. Jo të ka thonë, se që kjo është me gënyu publikisht. Një të për zgjedhje, e në caktuar zgjedhje. Keni thonë, apishe, bravo të kohë bre, bravo apishe që po të regon. Po kjo është një operacion që duhet më krye. Nuk është qashtje gjetja 10 milionëve se gjindën. Ata tjerë që lypin, ata dikush që ka lyp mjetet e veta, sa të qeverisë nuk janë, të pare janë mlellë dhe ka. Nuk i ka aja dhe si janë vetat e më mendu. Ato edhe Prishtina që ato që i ka mlellë 28 milion vetat i ka pas që që jepte. Vetat i ka pas, nuk e konë qeverisë me i gjetë dikun një adhonë. Edhe këtu është një budget. Unë thash që është gjatë 6 det, 7 det, sepse nuk është shumë e madhe për qeverinë më gjetë. O e di që së është e thjeshtë. Gjithmonë së është e thjeshtë. Në dëgjëm. Jo, edhe të këtë debat. Edhe të debati për këtë. Edhe të 3 milion e 600 mishe. 2 postat kanë dhonë para përësisht edhe DGL edhe posta e Kosovës që është përndajnë për të njëjtën ditë. Se sekretariat e ka qitë DGL dhe të jetë postës Kosovës. Këto për thëmë. Mas të bre, shenja atë raport për cilën për fleti. Edhe njëna post ka thonë i bëjë për 9 det, edhe tjetra ka thonë për 8 det, 9 det. Jënë të parafër ta. Pse ta shë njëna post e cila ka 8 euro nuk i, sa ka qenë shumë apo i, tjetra 40 euro, sa që i, si projekcion. Pëse së është trajtua pare, veç e qitë si shumë, tani më thonë që edhe kjesë realizohet edhe më po zhurma për atë 3 milion e 600 mishë. Kështu, absolutisht se pretendim, pse është planifikuar, o në dëgjam, ata kanë planifikuar, planifikimin nuk është shpenzim. Jo, po thani shpenzohen, shkojnë nuk shpenzohen, janë planifikuar, doan, këthehen nëse shpenzohen, se kërkush se bën krimin, ose si keq përdor në nisan, në një element që s'kryhet puna. Ka që janë. Në rekomandimin, unë e hedhë në votim në tërsi. Me qenë se përfundun diskutimit, kush është për miratimin e rekomandimit në tërsi, kunder apo abstenim, kunder dhe të të ju veç pikën 3 nuk e votar. Do më thonë, unë jam për miratimin e rekomandimit pa pikën 3. Edhe këtë, zoti kryesus, këtë formë gjusore të shpërfaqes mund të bënë le. Kush është për rekomandimin? Plot edhe kush është kundër? Ne jemi kundër pikës 3. S'kemi kurgjë. Këtë pika tjera... Që është ajo Ali Hoxha Alia. Do më thonë, kundër pikës 3... Mirë, do ke e qartë, më do këtë edhe për media dhe për proces verbal, është shumë e qartë që 4 janë kundër pikës 3, ndërsa për tër rekomandimin jemi 7.